Në këtë moment, ndërsa po dëgjoni këto fjalë, hëna është mbi kokën tuaj. Por ka diçka që nuk e dini. Ka diçka që askush nga ne nuk e ka parë kurrë me sy të lirë. Gjysma e hënës, një sipërfaqe sa kontinenti i Afrikës, është plotësisht e fshehur nga shikimi juaj. Jo për shkak të errësirës, jo për shkak të distancës, por për shkak të një aksidenti kozmik që ndodhi 4 miliardë gjysmë vjet më parë. Dhe kur shkencëtarët më në fund pan atë që fshihej atje, ata zbuluan diçka që nuk duhej të ekzistonte. Diçka që e bën të gjithë atë që mendonim se dinim për hënën tonë, të duket si një gënjeshtër e bukur. Imagjinoni që jeni në një dhomë dhe shikoni një portret në mur. E shihni atë çdo ditë, e ngjoni çdo detaj të fytyrës. Por një ditë dikush ju thot, ktheje portretin. Dhe kur e ktheni, ana tjetër nuk është thjesht më shumë bojë. Është një fytyrë plotësisht e ndryshme. Kjo është hëna jonë. Ne kemi shikuar të njëjtën anë për të gjithë historinë e njerëzimit. Çdo poet që ka shkruar për hënën, çdo artist që e ka pikturuar, çdo civilizim që e ka adhuruar, të gjithë kanë parë të njëjtën fytyrë. Por ana tjetër, ajo që shkencëtarët e quajnë Far Side, mbeti një mister deri në vitin 1969, kur njerëzit e parë fluturuan përreth saj. Dhe ajo që pan i shokoi. Në tetor të vitit 1968, astronautët e Apollo 10, Thomas Stafford, John Young dhe Eugene Cernan, bën diçka që asnjë qenie njerëzore nuk e kishte bërë kurrë. Ata fluturuan përreth hënës dhe humbën çdo kontakt me tokën. Për 43 minuta, ata ishin plotësisht të izoluar. Asnjë radio, asnjë komunikim. Vetëm heshtja e hapësirës dhe një pamje që askush nuk e kishte parë. Kur dolen nga ana tjetër dhe radiot filluan të funksionojnë përsëri, zërat e tyre ishin të ndryshëm. Stafford tha, është si asgjë që kemi parë nga ana tjetër, është plotësisht e shkatërruar. Ata po shikonin një botë tjetër, ku ana që ne shohim, ajo që quhet near side, është relativisht e qetë, me fusha të mëdha bazalti që i quajmë Maria ose dete, ana e fshehur është një kaos i plot. Kratere mbi kratere, gropa mbi gropa, asnjë fushë shesht, asnjë det. Vetëm një peizazh i shkatërruar që duket sikur është bombarduar për miliarda vjet pa pushim. Dhe pyetja që shkencëtarët filluan të bëjnë ishte thjesht por tronditse. Pse? Pse e njëjta hënë, që rrotullohet rreth së njëjtës tokë, në të njëjtin sistem diellor, ka dy fytyra kaq radikalisht të ndryshme? Për dekada përgjigjja standarde ishte, sepse ne nuk e shohim atë. Shkencëtarët mendonin se ana e fshehur thjesht nuk ishte studiuar mjaftueshëm, që kur do të dërgonin më shumë sonda, më shumë satelit, më shumë misione, do të zbulonim se në fakt ajo nuk është aq e ndryshme. Që diferenca është thjesht një iluzion i perspektivës sonë të kufizuar. Por sa më shumë që shkonim atje, sa më shumë që studiuam, aq më e çuditshme bëhej situata. Në janar të vitit 1978, Bashkimi Sovjetik dërgoi sondën Luna 24 në anën e fshehur. Ajo mori mostra të tokës dhe i soli në tokë. Kur shkencëtarët i analizuan ato mostra, ata zbuluan diçka të papritur. Përbërja kimike ishte e ndryshme. Raporti i elementeve nuk përputhej me atë që gjetëm në anën që shohim. Ishte sikur dy pjesët e hënës kishin histori të ndryshme gjeologjike. Por si ishte e mundur? Si mund të ketë një trup qiellor dy histori të ndryshme në të njëjtën kohë? Teoritë filluan të shumëzohen. Disa shkencëtarë thanë se ana e fshehur ishte më e vjetër, se ajo përfaqësonte sipërfaqen origjinale të hënës para se lava bazaltike të mbulonte anën që shohim. Të tjerë thanë se ana e fshehur kishte një shkore më të trash, se lava thjesht nuk mund të depërtonte në sipërfaqe aq lehtë. Dhe disa, më të guximshmit, filluan të sugjeronin diçka shumë më të çuditshme, që hëna jonë nuk ishte formuar ashtu siç mendonim, që aksidenti që e krijoi atë, përplasja gjigante midis tokës së hershme dhe një planeti tjetër, madhësia e Marsit, kishte lënë gjurmë asimetrike që ende mund t'i shohim sot. Por asnjë nga këto teori nuk shpjegonte gjithçka. Asnjë nuk shpjegonte pse ana e fshehur ka rreth 10% më shumë kratere se ana që shohim.
Asnjë nuk shpjegonte anomalit magnetike të çuditshme që satelitët filluan të zbulojnë. Dhe askush nuk mund të shpjegonte pse, kur më në fund dërguam robot në sipërfaqe, ata gjetën materiale që nuk duhej të ishin atje. Në janar të vitit 2019, Kina bëri diçka historike. Ata ulën sondën Chang'e 4 në anën e fshehur të Hënës, misionin e parë që arriti butësisht në atë territor. Dhe për shkak se nuk mund të komunikosh drejt për drejt me tokën nga ana e fshehur, sepse Hëna vet blokon sinjalet, ata kishin vendosur një satelit rele në një pozicion special të quajtur pika Lagrange 2, ku graviteti i tokës dhe Hënës balancojnë në mënyrë perfekte. Ishte një balet kozmik i inxhinierisë. Dhe ajo që Chang'e 4 filloi të dërgonte mbrapa ishte edhe më e mahnitshme se vetë misioni. Fotografi të një peizazhi që dukej alien. Jo thjesht i ndryshëm nga ana që shohim, por i ndryshëm nga çdo gjë që kishim parë në sistemin ton diellor. Kratere brenda kratereve, disa aq të vjetra sa vetë sistemi diellor. Shkëmbinj me përbërje që sugjeronin se ata vinin nga thellësitë e mantisë së Hënës, materiale që normalisht nuk duhet të jenë në sipërfaqe. Dhe diçka edhe më të çuditshme. Zona me anomali magnetike aq të forta sa nuk mund të shpjegoheshin me gjeologjinë normale hënore. Roveri Yutu-2, një makinë 620 kilogramësh që lëvizte me shpejtësitë e një breshke, filloi të eksplorojë kraterin Von Karman, një gremin gjigante me diametër rreth 180 kilometra. Dhe në muajt që pasuan, ai dërgoi të dhënë që e bën komunitetin shkencor të rivlerësoj gjithçka që mendonim se dinim për formimin e Hënës. Ai gjeti materiale që shkencëtarët i quajnë undercore, QUOTE, undercore, 6 undercore dhe undercore QUOTE, undercore, 7 undercore. Minerale që normalisht gjenden thellë nën sipërfaqe. Ishte sikur dikush kishte shpuar një vrim gjigante në Hënë dhe kishte nxjerrë zorrët e saj në sipërfaqe. Por si kishte ndodhur kjo? Teoria më e pranueshme është se një asteroid ose komet gjigante, diçka me 10 kilometra në diametër, kishte goditur anën e fshehur me forcë aq të madhe sa kishte shpuar në përshkoren hënore dhe kishte nxjerrë material nga mantia. Por kjo ngre një pyetje edhe më shqetësuese. Pse ka kaq shumë më tepër nga këto goditje gjigante në anën e fshehur? Pse ana që shohim është relativisht e mbrojtur, ndërsa ana tjetër duket sikur ka qenë objektivi i një bombardimi kozmik? Disa shkencëtar sugjerojnë se toka vetë ka vepruar si një mburoj, që në periudhën e quajtur UQUOTE-9, rreth 3 miliardë 900 milion vjet më parë, kur sistemi i brendshëm diellër u godit nga një stuhi asteroidesh, toka jon thithte shumicën e goditjeve që do të kishin rënë në anën e afërt të Hënës. Ndërsa ana e fshehur, e pambrojtur dhe e ekspozuar merrte të gjithë furinë e kozmosit. Ishte sikur Hëna kishte dy fata. Njëra e mbrojtur nga prindi i saj planetar, tjetra e lën vetëm përballë kaosit të hapësirës. Por kjo teori ka një problem. Nëse toka ishte mburoj, atëherë pse vetë toka nuk ka më shumë kratere nga ajo periudhë? Pse sipërfaqja jonë është relativisht e re, e rimodeluar nga tektonikat e plakave dhe erozionit, ndërsa Hëna, që nuk ka asnjë nga këto procese, ruan çdo goditje si një regjistër të përhershëm. Përgjigjja është se toka është një planet i gjallë, ajo ripërtërin veten, ajo fsheh plagët e saj. Por Hëna është e ngrirë në kohë. Çdo goditje që ka marrë në 4 miliardë gjysmë vjet është ende atje, e ruajtur si një arkiv i dhunës kozmike. Dhe kur studiojmë atë arkiv, ne shohim diçka të jashtëzakonshme. Ne shohim se sistemi ynë diellor nuk ka qenë gjithmonë vendi i qetë dhe i parashikueshëm që duket sot. Që ka pasur periudha të kaosit të plot, kur planetët gjigant, Jupiteri dhe Saturni, kanë migruar nga orbitat e tyre origjinale dhe kanë hedhur miliarda asteroid dhe kometa drejt sistemit të brendshëm. Që toka dhe Hëna kanë mbijetuar një stuhi që ka zhdukur planet të tjerë, dhe që ana e fshehur e Hënës është dëshmia më e mirë që kemi për atë stuhi. Por historia bëhet edhe më e çuditshme.
Në dhjetor të vitit 2020, Kina dërgoi misionin Chang'e 5 jo në anën e fshehur, por në një rajon të quajtur Oceanus Procellarum, në anën e afërt. Ky mision mori mostra të reja të tokës dhe i solli në tokë. Kur shkencëtarët i analizuan ato mostra, ata zbuluan diçka që nuk pritej. Shkëmbing bazaltik që ishin vetëm 2 miliard vjet të vjetër. Kjo ishte 1 miliard vjet më të rinj se çdo gjë tjetër që kishim gjetur në hënë. Ishte sikur hëna kishte pasur një puls të dytë të aktivitetit vulkanik shumë më vonë se sa mendonim se ishte e mundur. Por pse? Pse një trup aq i vogël si hëna, që duhet të ishte ftohur dhe vdekur gjeologjikisht shumë shpejt, kishte mbajtur nxehtësi të brendshme aq gjatë? Dhe pse ky aktiviteti vonë vulkanik ndodhi vetëm në anën e afërt, jo në anën e fshehur? Teorit filluan të përfshin koncepte të çuditshme, ngrohje nga forcat e baticës së tokës, koncentrimet e elementeve radioaktive, madje edhe ndikimi i përplasjes origjinale që krijoi hënën. Dhe këtu arrim në zemër të misterit. Sepse sa më shumë që mësojmë për hënën, aq më shumë kuptojmë se ajo nuk është thjesht një shkëmb i vdekur që rrotullohet rreth tokës. Ajo është një arkiv i historisë së sistemit tonë diellor, një dëshmitar i ngjarjeve që ndodhen para se jeta të fillonte në tokë. Një regjistër i shkruar në shkëmb dhe pluhur që na tregon se nga vim dhe çfarë kemi mbijetuar. Por ka diçka tjetër që e bën anën e fshehur edhe më speciale. Diçka që shkencëtarët sapo filluan ta kuptojnë plotësisht. Ana e fshehur e hënës është vendi më i qetë elektromagnetikisht në të gjithë sistemin e brendshëm diellor. Ajo është e mbrojtur nga zhurma e radios së tokës. Ajo është e mbrojtur nga era diellore, nga vetë hëna. Ajo është një oazë heshtjeje në një univers plot me zhurmë. Dhe kjo e bën atë vendin perfekt për të ndërtuar diçka që njerëzimi ka ëndërruar për dekada. Një teleskop radio që mund të dëgjojë sinjalet më të dobta nga universi i hershëm. Imagjinoni një teleskop të ndërtuar në një krater në anën e fshehur, një antenë gjigante, ndoshta e bërë nga rrjeta e vendosur mbi një gremin natyrale që mund të kapto frekuencat që janë të pamundura të dëgjohen nga toka, frekuencat nga periudha e quajtur epoka e errët kozmike, periudha midis Big Bangut dhe formimit të yjeve të parë, kur universi ishte plot me hidrogjen neutral që lëshonte një sinjal specifik në 21 cm gjatësi vale. Ky sinjal nuk mund të dëgjohet nga toka, sepse atmosfera jonë dhe aktiviteti njerëzor krijojnë shumë zhurmë. Por nga ana e fshehur e hënës, me hënën vetë si një mburoj gjigante, ne mund ta kapim atë. Dhe nëse e kapim atë sinjal, ne do të shohim diçka që asnjë qenie njerëzore nuk e ka parë kurrë. Universin para se të kishte dritë. Universin në momentin kur po kalonte nga kaosi i Big Bangut në strukturën e organizuar që shohim sot. Universin në momentin kur ligjet e fizikës që ne i marrim si të mirëqena po vendoseshin për herë të parë. Kjo është arsyeja pse NASA, Agjencia Hapësinore Evropiane dhe Kina janë të gjithë duke planifikuar misione në anën e fshehur, jo vetëm për të studiuar hënën vet, por për ta përdorur atë si një platformë për të studiuar gjithçka tjetër. Për të ndërtuar teleskop që mund të shohin më thellë në kohë se çdo teleskop në tokë. Për të ndërtuar laborator që mund të eksperimentojnë me materiale në gravitet të ulët pa ndërhyrjen e atmosferës. Për të ndërtuar baza që mund të shërbejnë si pika nisjeje për eksplorimin e thellë të hapësirës. Por ka një pengesë. Ana e fshehur është e vështirë. Ajo është e largët. Ajo nuk ka komunikim të drejt për drejt me tokën. Çdo mision atje kërkon satelitë rele, planifikim të kujdesshëm dhe teknologji që sapo po fillojmë ta zhvillojmë. Dhe mbi të gjitha, ajo kërkon të kuptojmë mjedisin, të kuptojmë se si radiacionet, temperaturat ekstreme dhe pluhuri hënor do të ndikojnë në çdo gjë që ndërtojmë atje. Kjo është arsyeja pse misionet Chang'e janë aq të rëndësishme. Ato nuk janë vetëm për shkencë, ato janë për të mësuar se si të jetojmë dhe punojmë në vendin më të huaj që njerëzimi ka prekur ndonjëherë. Ato janë për të përgatitur terrenin për gjeneratën tjetër të eksplorimeve. Dhe ato janë për të zbuduar sekretet që ana e fshehur ka mbajtur për miliarda vjet. Sepse çdo gjë që kemi mësuar deri tani
na tregon se ana e fshehur nuk është thjesht undercore, quote, undercore 11, undercore e hënës. Ajo është një botë e veçantë. Një vend me histori të ndryshme, gjeologji të ndryshme dhe potencial të ndryshëm. Një vend që mund të na tregojë jo vetëm për hënën, por për tokën, për sistemin diellor dhe për vetë universin. Dhe ndërsa qëndrojmë në prag të një epoke të re eksplorimi hënor, pyetja nuk është më pyetja, është çfarë tjetër ka atje që ne ende nuk e kemi zbuduar? Çfarë sekretesh të tjera presin në ato kratere të thella, në ato shkëmbin të çuditshëm, në ato anomali magnetike që nuk i kuptojmë ende plotësisht? Dhe ndoshta pyetja më e rëndësishme e të gjithave. Kur më në fund shkojmë atje, jo me robot, por me njerëz? Çfarë do të gjejmë që do të ndryshoj përgjithmonë mënyrën se si e shohim vendin ton në univers? Por le të ndalemi për një moment. Le të kthehemi mbrapa në kohë. Jo në vitet 60 kur njerëzit e parë pan anën e fshehur, jo në miliarda vjet më parë kur hëna u formua, por në një moment shumë më specifik. Në një moment që ndryshoi gjithçka që mendonim se dinim për planetet dhe hënat. Në një moment 4 miliardë 50 milion vjet më parë, kur diçka madhësia e Marsit, një protoplanet që shkencëtarët e quajnë Theia, u përplas me tokën e re në një shpejtësi prej 41.500 km/h. Imagjinoni atë përplasje. Jo si një aksident makinash, jo si një shpërthim bërthamor, por si diçka që të i kalon çdo analogji që mund të bëjmë. Energjia e liruar ishte sa 1 miliard bombash hidrogjeni që shpërthejnë në të njëjtën kohë. Temperatura në pikën e kontaktit arriti në 10.000 gradë. Shkëmbinjt u shndëruan në gaz, metalet u avulluan dhe për disa orë, ndoshta disa ditë, toka jon nuk ishte më një planet. Ishte një re gjigante plazme dhe shkëmbinj të shkrirë që rrotullohej në hapësirë. Kur plazma filloi të ftohej, diçka e jashtëzakonshme ndodhi. Materiali më i rënd, hekuri dhe nikeli, ra mbrapa në qendër dhe formoi bërthamën e tokës. Por materiali më i lehtë, silikatet nga mantia e tokës dhe Theias, mbeti në orbit, dhe nga ai u naz pluhuri dhe shkëmbinj të shkrirë për disa mijëra vjet. U formua hëna jon. Por, dhe kjo është pjesa kritike, ajo nuk u formua në mënyrë uniforme. Ajo nuk u formua si një top perfekt me përbërje të njëjtë kudo. Ajo u formua nga materiale që vinin nga 2 burime të ndryshme, nga mantia e tokës dhe nga Theia. Dhe këto materiale nuk u përzien plotësisht. Kjo është arsyeja pse ana e fshehur dhe ana e afërt janë kaq të ndryshme. Ato përfaqësojnë 2 kuote 23 të ndryshme të përzierjes kozmike. Ana e afërt, ajo që shohim, ka më shumë material nga mantia e tokës. Ajo ka një shkore më të hollë, ajo ka më shumë elemente radioaktive që prodhojnë nxehtësi. Dhe kjo nxehtësi, për miliarda vjet, mbajti anën e afërt gjeologjikisht aktive. Lava bazaltike doli në sipërfaqe dhe mbushi krateret e mëdha. Duk krijuar _quote_ 18_ që shohim sot. Por ana e fshehur, ajo që nuk shohim, ka më shumë material nga Theia. Ajo ka një shkore më të trash, ajo ka më pak elemente radioaktive, dhe kjo do të thotë se ajo u ftoh më shpejt dhe nuk pati mjaftueshëm aktivitet vulkanik për të mbushur krateret e saj. Por kjo teori, sa elegante të duket, ka një problem të madh. Nëse hëna u formua nga një unaz materiali rreth tokës, atëherë pse nuk është simetrike? Pse graviteti nuk e bëri atë të njëjtë nga të gjitha anët? Përgjigja vjen nga një zbulim i bërë në vitin 2014 nga një ekip shkencëtarësh që studiuan të dhënat nga misioni Grail i NASA-s, 2 satelitë që fluturuan në formacion rreth hënës dhe matën fushat e saj gravitacionale me saktësi të pabesueshme. Ata zbuluan se ana e fshehur ka një shkore mesatarisht 50 km të trash, ndërsa ana e afërt ka vetëm 30 deri në 40 km. Kjo diferencë prej 10 deri në 20 km duket e vogël, por në shkallë planetare është gjigante. Është sikur të kesh një portokall ku njëra gjysmë e lëvorës është 2 fishi i trashë të tjetrës. Dhe pyetja është, si ndodhi kjo?
Teoria më e re, e propozuar në vitin 2019 nga shkencëtarët në Universitetin e Pensilvanis, sugjeron diçka të mahniqme. Ata thonë se në fillim, hëna ishte shumë më afër tokës se sa është sot, aq afër sa periudha e saj e rrotullimit ishte vetëm 5 orë. Dhe në atë distancë, forcat e baticës nga toka ishin aq të forta sa ngrohën anën e afërt të hënës shumë më tepër se anën e fshehur. Kjo nxehtësi shtesë mbajti anën e afërt më të butë, më plastike, më të aftë për të lëshuar lava, ndërsa ana e fshehur, e mbrojtur nga nxehtësia e baticës, u ftoh më shpejt dhe formoi një shkore më të trash. Por historia nuk mbaron këtu, sepse ka diçka tjetër që e bën anën e fshehur unike. Diçka që shkencëtarët e zbuluan vetëm kur filluan të studiojnë përbërjen kimike të shkëmbimeve që Chang'e 4 dhe Yutu-2 gjetën në kraterin Von Karman. Ata gjetën një mineral të quajtur olivin në sasi të mëdha. Olivina është një mineral që normalisht gjendet në mantin e sipërm të planetëve dhe hënave, shtresa që ndodhet nën shkore, por këtu, në sipërfaqen e anës së fshehur, ajo ishte kudo. Kjo do të thotë vetëm një gjë. Diçka kishte shpuar në përshkoren e hënës dhe kishte nxjerrë material nga thellësitë. Dhe ajo diçka ishte përplasja që krijoi kraterin South Pole Aitken, një nga strukturat më të mëdha të përplasjes në të gjithë sistemin diellor. Ky krater është 2500 km në diametër dhe 13 km i thellë. Për krahasim, Grand Canyon në tokë është vetëm 1,5 kilometër i thellë. Krateri South Pole Aitken është aq i madh sa mund të përfshi të gjithë Evropën perëndimore, dhe ai është aq i thellë sa ka ekspozuar shtresa të hënës që nuk duhet të shihen kurrë nga sipërfaqja. Kur një asteroid ose komet me diametër rreth 100 kilometra goditi anën e fshehur me shpejtësi kozmike, ndoshta 20 kilometra në sekond, ai krijoi një val goditjeje që udhëtoi nëpër të gjithë trupin e hënës. Shkëmbind u shkrirën, materiali u hodh në hapësirë dhe për një moment hëna pati një plag që shponte deri në mantin e saj. Kur plaga u mbyll, kur materiali ra mbrapa dhe u ftoh, ajo la pas një arkiv gjeologjik të çmuar. Një dritare në brendsinë e hënës që nuk ekziston askund tjetër. Dhe kjo është arsyeja pse Chang'e 4 u dërgua pikërisht atje. Jo vetëm për të studiuar sipërfaqen, por për të studiuar atë që sipërfaqja zbulon për brendsinë. Sepse duke kuptuar përbërjen e mantisë së hënës, ne mund të kuptojmë se si u formua hëna. Dhe duke kuptuar se si u formua hëna, ne mund të kuptojmë se si u formua toka. Dhe duke kuptuar se si u formua toka, ne mund të kuptojmë se si formohen planetët në përgjithësi, jo vetëm në sistemin ton diellor, por në mijëra sisteme të tjera që po zbulojmë çdo vit. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të flasim për diçka që shkencëtarët e quajnë kuote 17 ose kuote 18. Këto janë zona në hënë ku graviteti është pak më i fortë se sa duhet të jetë. Ato u zbuduan për herë të parë në vitet 60, kur astronautët e Apollo vunë re se orbitat e tyre po ndryshonin në mënyra të papritura kur fluturonin mbi detet e mëdha bazaltike. Ishte sikur diçka nën sipërfaqe po i tërhiqte ata. Për dekada, shkencëtarët menduan se këto anomali ishin thjesht rezultati bazaltit të dendur që mbushi kraterit e vjetra. Por kur Grail hartoi fushat gravitacionale me detaje të pabesueshme, ata zbuluan diçka më të çuditshme. Anomalit nuk ishin vetëm në detet bazaltike. Ato ishin gjithashtu në disa kratere të mëdha në anën e fshehur. Kratere që nuk kishin bazalt. Kratere që duhet ishin thjesht gropa të zbrazda. Por në vend të kësaj, ato kishin masa shtesë nën sipërfaqe. Teoria aktuale është se këto masa janë mbetje nga asteroidët që krijuan krateret. Kur një asteroid gjigant godet një sipërfaqe me shpejtësi kozmike, pjesa më e madhe e tij avullohet ose hidhet në hapësirë. Por bërthama e tij, pjesa më e dendur, më e fortë, mund të mbijetojë dhe të mbetet e varrosur nën sipërfaqe. Është sikur të kesh një plumb të varrosur në një derras druri. Dhe këto undercore, quote undercore, një mbëdhjet undercore kozmik, janë ende atje,
4 miliard vjet më vonë, duke ndryshuar fushën gravitacionale të hënës në mënyra që sapo po fillojmë t'i kuptojmë. Por ka diçka edhe më të çuditshme. Disa nga këto anomali gravitacionale korespondojnë me anomali magnetike. Zona ku fusha magnetike e hënës, që sot është pothuajse 0, dikur ishte shumë më e fortë. Shkencëtarët e dinë këtë sepse shkëmbinjt në këto zona kanë një kujtesë magnetike. Kur ato u formuan, kur u ftohën nga lava e shkrirë, ato regjistruan fushën magnetike që ekzistonte në atë kohë, dhe ajo fushë ishte e fortë. Aq e fortë sa sugjeronte se hëna dikur kishte një bërtham të shkrirë që gjeneronte një dinamo magnetike, ashtu si toka sot. Por kjo ngre një pyetje tronditëse. Si mund të kishte hëna, një trup aq i vogël, një bërtham të shkrirë për miliarda vjet? Toka e ka, sepse është e madhe. Ngjehtësia e brendshme e saj vjen nga 3 burime. Ngjehtësia e mbetur nga formimi, ngjehtësia nga elementi radioaktiv dhe ngjehtësia nga kristalizimi i bërthamës së brendshme. Por hëna është vetëm një të 120 e masës së tokës. Ajo duhet të ishte ftohur shumë më shpejt. Ajo duhet të kishte humbur fushën e saj magnetike brenda disa qindra milion vjetësh. Por të dhënat tregojnë se hëna kishte një fushë magnetike deri në 3 miliardë 600 milion vjet më parë, 1 miliard vjet pas formimit të saj. Kjo është shumë më gjatë se sa modelet tona parashikojnë, dhe kjo do të thotë se diçka po e mbante hënën të ngrohtë. Diçka që ne nuk e kuptojmë plotësisht ende. Një teori sugjeron se ishte toka vetë, që forcat e baticës, të njëjtat forca që sot ngren oqeanet tona 2 herë në ditë, dikur ishin aq të forta sa ngrohnin brendësinë e hënës nëpërmjet fërkimit. Imagjinoni të përkullni një tel metalik përpara e mbrapa shpejt. Ai nxehet. Kjo është për shkak të fërkimit të brendshëm. Tani imagjinoni të njëjtën gjë duke ndodhur në shkallë planetare. Toka po tërhiqte hënën. Hëna po deformohej. Dhe ajo deformim po gjeneronte ngjehtësi. Mjaftueshëm ngjehtësi për të mbajtur bërthamën e shkrirë për 1 miliard vjet shtesë. Por kjo teori ka një pasojë interesante. Nëse forcat e baticës ishin aq të forta, atëherë ato duhet të kenë ndikuar më shumë në anën e afërt se sa në anën e fshehur. Dhe kjo do të thotë se ana e afërt duhet të kishte më shumë aktivitet vulkanik, më shumë lava, më shumë dete, që është saktësisht ajo që shohim. Ana e afërt ka rreth 30% të sipërfaqes së saj të mbuluar me bazalt. Ana e fshehur ka vetëm 2%. Kjo diferencë prej 28% është një nga asimetrit më të mëdha që kemi parë në ndonjë hënë në sistemin diellor. Dhe kjo na çon në një pyetje edhe më thelbësore. A është hëna jonë normale? A janë hënat e tjera në sistemin diellor të ngjashme? Apo hëna jonë është unike? Për ta kuptuar këtë, le të krahasojmë hënën me disa nga hënat më interesante që njohim. Merrni Ion, hënën më të brendshme të Jupiterit. Io është pak më e madhe se hëna jonë, por është vendi më vulkanikisht aktiv në të gjithë sistemin diellor. Ajo ka qindra vulkane që shpërthejnë vazhdimisht, duke hedhur skufur në hapësirë me shpejtësi deri në 1 kilometër në sekondë. Arsyeja është e njëjtë me atë që mbajti hënën tonë të ngrohtë, forcat e baticës. Por në rastin e Ios, forcat vijnë nga Jupiteri, një planet 320 herë më masiv se Toka. Dhe këto forca janë aq të forta sa Io është në një gjendje të vazhdueshme shkrirjeje të brendshme. Ose merrni Europan, një hënë tjetër të Jupiterit. Europa ka një sipërfaqe prej akulli, që është një nga më të shluarat në sistemin diellor, pothuajse pa kratere. Kjo do të thotë se sipërfaqja është e re e ripërtrirë vazhdimisht. Dhe në atë akull, shkencëtarët besojnë se ka një oqean uji të lëngshëm, një oqean që mund të jetë 2 herë më i madh se të gjithë oqeanet e Tokës së Bashkuar. Ky oqean mbahet i lëngshëm nga e njëjta burim, forcat e baticës nga Jupiteri. Ose merrni Enceladusin, një hënë të vogël të Saturnit. Enceladus është vetëm 500 kilometra në diametër, aq i vogël sa mund të përshtatet brenda Spanjës, por ai ka gejzer që hedhin ujë në hapësirë nga një oqean nëntoksor. Shkencëtarët kanë fluturuar sonda nëpër këto gejzer dhe kanë zbuluar jo vetëm ujë, por edhe molekula organike, bloqet ndërtimore të jetës. Dhe përsëri, burimi i energjisë është forcat e baticës, këtë herë nga Saturni.
Kur I krahasojmë këto hëna me hënën tonë, ne shohim një model. Hënat që janë afër planetëve gjigant janë gjeologjikisht aktive për shkak të forcave të baticës. Hënat që janë larg janë të vdekura dhe të ftohta. Hëna jon është në mes. Ajo ishte dikur aktive kur ishte më afër tokës, por tani është kryesisht e vdekur. Ajo është në një gjendje tranzicioni dhe kjo e bën atë një laborator perfekt për të studiuar se si hënat evoluojnë me kalimin e kohës. Por ka një diferencë kritike. Të gjitha hënat e tjera që përmenda janë të mbyllura në atë që quhet bllokimi I baticës. Ato tregojnë gjithmonë të njëjtën fytyrë ndaj planetit të tyre, ashtu si hëna jon. Por hëna jon është e vetmja hënë e madhe e një planeti shkëmbor. Të gjitha të tjerat janë hëna të planetëve gjigant gazor. Dhe kjo do të thotë se hëna jon ka një histori unike. Ajo u formua nga një përplasje, jo nga akrecioni gradual I materialit ashtu si hënat e tjera. Ajo ka një përbërje që pasqyron përbërjen e tokës, jo përbërjen e diskut protoplanetare. Dhe ajo ka një marrëdhënie me tokën që është më e ngushtë se çdo marrëdhënie tjetër planet hën që njohim. Kjo marrëdhënie ka pasur pasoja të thella për tokën. Hëna stabilizoi rrotullimin e tokës. Pa hënën, boshti I rrotullimit të tokës do të luhatet në mënyrë kaotike, duke shkaktuar ndryshime ekstreme klimatike që do të bënin jetën shumë më të vështirë për të zhvilluar. Hëna krijoi baticën që ndoshta ndihmoi në përzierjen e oqeaneve të hershme, duke sjell lëndë ushqyese në sipërfaqe. Hëna ndoshta edhe ndihmoi në krijimin e një cikli dite-nate që ishte I përshtatshëm për jetën, jo shumë I shpejt, jo shumë I ngadalt. Dhe kjo na çon në një pyetje filozofike. A ishte hëna e nevojshme për jetën në tokë? A mund të kishte evoluar jeta pa të? Përgjigjja është, ne nuk e dim. Ka planet të tjerë shkëmor në sistemin ton diellor, Marsi, Venusi, Merkuri, që nuk kanë hëna të mëdha, dhe asnjë prej tyre nuk ka jetë. Por kjo mund të jetë thjesht një rastësi, ose mund të jetë një tregues I diçkaje më thelbësore. Disa shkencëtarë argumentojnë se kur kërkojmë jetë në planet të tjerë, në sistemet e tjera yjtare, ne duhet të kërkojmë planet që kanë hëna të mëdha, sepse hënat e mëdha stabilizojnë. Ato krijojnë kushte të parashikueshme dhe jeta, të paktën jeta siç e njohim ne, ka nevojë për parashikueshmëri. Ka nevojë për stinj që përsëriten, ka nevojë për klima që nuk ndryshojnë në mënyrë kaotike çdo disa mijëra vjet. Por kjo teori ka një problem. Hënat e mëdha janë të rralla. Në të gjithë sistemin ton diellor ka vetëm 6 hëna që janë më të mëdha se 1000 kilometra në diametër. Hëna jon, Io, Europa, Ganimede, Kalisto dhe Titan. Dhe nga këto, vetëm hëna jon është hënë e një planeti shkëmbor. Të tjerat janë hëna të planetëve gjigant gazor, ku kushtet janë plotësisht të ndryshme. Kjo do të thotë se sistemi tokë-hën mund të jetë I rrallë në galaksin ton. Mund të jetë rezultati një aksidenti kozmik që ndodh vetëm një herë në 1 miliard sisteme planetare. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë jeta vet mund të jetë shumë më e rrallë se sa shpresonim. Sepse nëse jeta ka nevojë për një hënë të madhe dhe hënat e mëdha janë të rralla, atëherë planetet me jetë janë edhe më të rrallë. Por ka një mënyrë për ta testuar këtë teori, dhe ajo mënyrë është të studiojmë hënën tonë në detaje të pabesueshme. Të kuptojmë saktësisht se si u formua, të kuptojmë saktësisht se si ndikoi në tokën, të kuptojmë saktësisht çfarë roli luajti në shfaqjen e jetës. Dhe për ta bërë këtë, ne duhet të shkojmë në anën e fshehur. Sepse ana e fshehur është arkivi më I plot që kemi për historinë e hershme të sistemit tokë-hën. Dhe kjo është arsyeja pse misionet e ardhshme janë aq kritike. Kina po planifikon Chang'e 6, një mision që do të marrë mostra nga poli jugor I hënës, një rajon që mund të ketë akull ujë në krateret e tij të errta. NASA po planifikon programin Artemis, që synon të kthejë njerëzit në hënë dhe të ndërtojë një bazë të përhershme. Agjencia Hapësinore Evropiane po planifikon një fshat hënor, një bashkëpunim ndërkombëtar që do të përdorte hënën si një platformë për eksplorim të mëtejshëm. Por të gjitha këto plane kanë një gjë të përbashkët. Ato të gjitha përfshin anën e fshehur. Sepse ana e fshehur nuk është më një mister. Ajo është një mundësi për të mësuar, një mundësi për të zbuluar, një mundësi për të kuptuar jo vetëm hënën,
por veten tonë. Dhe ndërsa qëndrojmë në prag të kësaj epoke të re, ne duhet të pyesim veten. Çfarë do të thotë të jesh një specie që eksploron? Çfarë do të thotë të shikosh përtej horizontit të njohur dhe të pyesësh çfarë ka atje? Sepse kjo pyetje, kjo kuriozitet I thjesht, është ajo që na ka sjell nga shpellat në qytete, nga qytete në kontinente, nga kontinente në hapësirë. Dhe tani, ajo na çon në anën e fshehur të hënës. Dhe kur arrim atje, kur qëndrojmë në sipërfaqen e asaj bote të huaj dhe shikojmë lart në qiellin e zi ku toka nuk shihet kurrë, ne do të kuptojmë diçka thelbësore, që ne nuk jemi vetëm eksplorues të hapësirës, ne jemi eksplorues të kohës. Sepse çdo shkëmb që prekim në anën e fshehur është një dritare në të kaluarën. Çdo krater që studiojmë është një regjistër I ngjarjeve që ndodhen para se njerëzimit ekzistonte. Çdo mineral që analizojmë është një copë e historisë që shtrihet mbrapa në kohën kur universi vet ishte I ri. Dhe kjo është fuqia e vërtet e anës së fshehur. Jo se ajo fsheh sekrete, por se ajo ruan kujtesa. Kujtesa të një kohe kur sistemi diellor ishte I ri dhe jeger. Kujtesa të një kohe kur toka dhe hëna ishin ende duke mësuar të vallëzonin së bashku. Kujtesa të një kohe kur gjithçka që do të vinte, oqanet, atmosfera, jeta, ne, ishte ende në të ardhmen. Dhe duke lecuar ato kujtesa, ne mësojmë jo vetëm se nga vim, por ku po shkojmë, sepse e ardhmja e njerëzimit nuk është vetëm në tokë. Ajo është në hapësirë. Dhe hapi I parë në atë të ardhme është të kuptojmë fqinjin ton më të afërt, hënën që na ka shoqëruar për 4 miliardë gjysmë vjet, por që sapo po fillojmë ta njohim me të vërtet. Por le të ndalemi përsëri. Le të flasim për diçka që ndoshta ju nuk e keni menduar kurrë. Çdo herë që shikoni hënën në qiell, ju po shikoni një makinë kohore, jo metaforikisht, jo poetikisht, por në kuptimin më literal shkencor, sepse drita që po vjen nga hëna ka udhëtuar për 1 sekondë gjysmë për të arritur sytë tuaj. Kjo do të thotë se ju po shikoni hënën ashtu siç ishte 1 sekondë gjysmë më parë. Dhe kur astronautët e Apollo ecën në sipërfaqen e saj, çdo hap që bën, çdo gjurmë këmbe që lan, është ende atje, e pandryshuar, e paprekur, sepse në hënë nuk ka erë, nuk ka shi, nuk ka asgjë që të fshijë të kaluarën. Tani, imagjinoni të qëndroni në anën e fshehur. Imagjinoni të jeni në fundin e kraterit South Pole Aitken, ai gremin gjigante që është më I vjetri dhe më I thelli në të gjithë sistemin e brendshëm diellor. Shkëmbinjt në këmbët tuaja janë 4 miliardë vjet të vjetër. Ata u formuan kur sistemi diellor ishte vetëm 500 milion vjet, kur toka sapo kishte filluar të ftohej, kur oqeanet e para po kondensoheshin nga avulli, kur jeta ishte ende një mundësi e largët në të ardhmen. Dhe këta shkëmbinj kanë qenë atje, të pandryshuar, duke pritur që dikush të vijë dhe t'i lexojë. Kjo është ajo që e bën anën e fshehur kaq të çmuar. Ajo nuk është thjesht një vend, ajo është një bibliotek, një arkiv I shkruar në gur që përmban historinë e sistemit ton diellor në detaje që nuk ekzistojnë askund tjetër. Sepse toka, planeti ynë I gjallë, I bukur, është një shkatërrues I kujtimeve. Çdo vit, tektonikat e plakave gëlltitën sipërfaqe të vjetër dhe krijojnë të reja. Çdo stuhi, çdo lum, çdo akull që lëviz fshin gjurmët e së kaluarës. Shkëmbinjt më të vjetër në tokë janë vetëm 4 miliardë vjet, dhe ata janë të rrallë, të izoluar, të vështirë për t'u gjetur. Por në hënë, veçanërisht në anën e fshehur, pothuajse çdo shkëmb është një dëshmitar I historisë së hershme. Dhe kjo na sjell në një nga eksperimentet më ambicioze që njerëzimi ka planifikuar ndonjëherë. Në vitin 2023, NASA miratoi një koncept misioni të quajtur Lunar Crater Radio Telescope, një teleskop radio që do të ndërtohet në një krater në anën e fshehur. Por ky nuk do të jetë një teleskop normal. Ky do të jetë një antenë me diametër 1 kilometër, më e madhja që njerëzimi ka ndërtuar ndonjëherë, e bërë nga një rrjetë holl e vendosur mbi muret natyrale të një krateri. Dhe ajo do të jetë dizajnuar për të kapur diçka që asnjë teleskop në tokë nuk mund ta kapë.
Sinjalet nga epoka e errët kozmike. Le të shpjegojmë se çfarë do të thotë kjo. Pas Big Bangut, pas momentit kur universi filloi, ka pasur një periudhë rreth 380.000 vjet kur universi ishte aq i ngjehtë sa çdo atom ishte ionizuar. Elektronet dhe protonet notuan të lirë në një plazmë që ishte plotësisht e patejdukshme. Drita nuk mund të udhëtonte. Ishte sikur të jesh brenda një reje të dendur që shtrihet në të gjithë universin. Por pastaj, ndërsa universi u zgjerua dhe u ftoh, diçka e mrekullueshme ndodhi. Elektronet dhe protonet u kombinuan për të formuar atomet e para të hidrogjenit, dhe për herë të parë, universi u bë i tejdukshëm. Drita mund të udhëtonte lirshëm. Ne e quajmë këtë moment rekombinimi, dhe drita që u lirua në atë moment është ajo që ne e shohim sot si rrezatimi kozmik i sfondit. Ajo, shkëlqimi i dobët i mikrovalve që vjen nga të gjitha drejtimet, dhe që na tregon se si dukej universi kur ishte vetëm 380.000 vjet i vjetër. Por pas rekombinimit, erdhi diçka tjetër. Erdhi errësira. Për qindra milion vjet, ndoshta deri në 1 miliard vjet, universi ishte i mbushur me hidrogjen neutral. Nuk kishte yje ende, nuk kishte galaksi, vetëm një re gjigante hidrogjeni që shtrihet në të gjithë hapësirën. Dhe kjo, hidrogjen lëshonte një sinjal specifik, një frekuencë radio në 21 cm gjatësi vale që korespondon me një tranzicion të veçantë në atomin e hidrogjenit. Nëse ne mund ta kapim atë sinjal, ne do të shohim universin në periudhën e tij më mistike. Periudhën midis momentit kur u bë i tejdukshëm dhe momentit kur yjet e parë ndezen. Por ka një problem. Ajo frekuencë 21 cm në universin e hershëm është zgjatur nga zgjerimi i vet universit. Sot, ajo arrin në tokë si një sinjal shumë më i gjatë, diku midis 2 dhe 20 metrash gjatësivale. Dhe në këto frekuenca, toka është një vend shumë i zhurmshëm. Çdo stacion radio, çdo satelit komunikimi, çdo pajisje elektronike, madje edhe ionosfera jonë, shtresa e sipërme e atmosferës që pasqyron valet radio, krijon zhurmë që e bën pothuajse të pamundur të dëgjosh këtë sinjal të dobët nga universi i hershëm. Por në anën e fshehur të hënës, situata është plotësisht e ndryshme. Atje, hëna vetë vepron si një mburoj gjigante që bllokon të gjithë zhurmën nga toka. Nuk ka ionosferë, nuk ka atmosferë. Nuk ka asgjë midis antenës dhe hapësirës së thellë. Është vendi më i qetë elektromagnetikisht që mund të gjesh brenda orbitës së Marsit, dhe kjo e bën atë vendin perfekt, ndoshta të vetmin vend ku mund të ndërtosh një teleskop që mund të shoh epokën e errët kozmike. Por ndërtimi i një teleskopi me diametër 1 kilometër në hënë nuk është i lehtë. Ju nuk mund të thjesht të dërgoni një raket me një teleskop të gatshëm. Ju duhet ta ndërtoni atje. Dhe kjo do të thotë robot. Robot që mund të punojnë në kushte ekstreme, temperatura që luhaten nga 170 gradë Celsius në ditë në minus 170 gradë në natë. Robot që mund të punojnë në gravitet, që është 1/6 e tokës. Robot që mund të përdorin materialet lokale, regolitin hënor, për të ndërtuar struktura. Dhe kjo na sjell në një nga zhvillimet më emocionuese në eksplorim hënor, teknologjia e printimit 3-dimensional me regolit. Shkencëtarët kanë zbuluar se pluhuri hënor, ai pluhuri i mëdh që mbuloi kostumet e astronautëve të Apollo dhe që shkaktoi shumë probleme, mund të shkrihet me lazer dhe të formohet në struktura të forta. Imagjinoni një printer 3-dimensional, madhësia e një makine që lëviz ngadalë nëpër sipërfaqen e hënës, duke shkrirë regolit dhe duke ndërtuar mure, rrugë, madje edhe ndërtesa. Kjo nuk është shkencë fantazi. Kjo është teknologji që po testohet tani. Agjencia Hapësinore Evropiane ka një program të quajtur printimi 3-dimensional për ndërtim hënor, që ka prodhuar tulla nga simulues regoliti që janë aq të forta sa betoni. Kina ka eksperimentuar me printim 3-dimensional në gravitet të ulët në stacionin e saj hapësinor. NASA ka financuar disa kompani private që po zhvillojnë robot ndërtues për hënën, dhe të gjithë këta përpjekje kanë një qëllim të përbashkët, të bëjnë të mundur jetesën e gjatë në hënë
pa pasur nevojë të transportosh çdo gjë nga toka. Sepse transporti është problemi më i madh. Çdo kilogram që dërgoni në hën kushton $10,000. Nëse duhet të dërgoni të gjithë materialin për të ndërtuar një bazë, kostoja bëhet astronomike. Por nëse mund të përdorni materialet që janë tashmë atje, regolitin, shkëmbind, madje edhe akullnajen që mund të ekzistojë në krateret polare, atëherë kostoja bie në mënyrë dramatike. Dhe kjo e bën të mundur jo vetëm misione të shkurtra, por vendbanim të përhershëm. Por le të flasim për një sfidë tjetër që është edhe më thelbësore, komunikimi. Kur jeni në anën e fshehur, ju nuk mund të komunikoni drejt për drejt me tokën. Hëna vetë është në rrugë. Kjo do të thotë se çdo bazë në anën e fshehur ka nevojë për një sistem releje, satelit që qëndrojnë në pozicione specifike ku mund të shohin si tokën, ashtu edhe anën e fshehur në të njëjtën kohë. Kina e ka bërë këtë me satelitin Quechao për misionin Chang'e 4. Por një bazë përhershme do të kishte nevojë për diçka më të sofistikuar, një rrjet satelitësh që sigurojnë komunikim të vazhdueshëm. Dhe këtu bëhet interesante. Një nga pozicionet më të mira për këto satelit është ajo që quhet pika Lagrange 2, një vend në hapësirë ku graviteti i tokës dhe hënës balancojnë në mënyrë perfekte. Një satelit në këtë pozicion mund të qëndrojë relativisht i palvishëm pa shpenzuar shumë karburant. Por ka një problem. Pika Lagrange 2 është e paqëndrueshme. Është sikur të balancosh një top në majë të një kodre. Çdo shqetësim i vogël, nga era diellore, nga graviteti i planetëve të tjerë, mund ta shtyjë satelitin jashtë pozicionit. Kjo do të thotë se sateliti ka nevojë për motor të vegjël që vazhdimisht e korrigjojnë pozicionin. Dhe kjo do të thotë karburant. Dhe karburanti është i kufizuar. Pra, si e zgjidhim këtë? Një zgjidhje është të përdorim motor jon, motor që përdorin elektricitet në vend të karburantit kimik. Këta motor janë shumë më efikas dhe mund të funksionojnë për vite me sasi të vogla energjie, por ata kanë nevojë për energji. Dhe në hapësirë, burimi më i mirë i energjisë është dielli. Kjo do të thotë panele diellore. Panele të mëdha që mund të kapin mjaftueshëm dritë për të ushqyer motorët dhe sistemet e komunikimit. Por ka një zgjidhje edhe më elegante. Në vend që të vendosni një satelit në pikën Lagrange 2, ju mund të vendosni një konstelacion satelitësh në atë që quhet një rreth pikës Lagrange. Kjo është një orbit që rrotullohet rreth pikës Lagrange në një formë që duket si një halo. Satelitët në këtë orbit janë më të qëndrueshëm dhe kërkojnë më pak korrigjime. Dhe nëse keni disa satelit në orbit të ndryshme halo, ju mund të siguroni mbulim të vazhdueshëm të anës së fshehur pa pasur nevojë që çdo satelit të jetë gjithmonë në pozicion perfekt. Kjo është lloji i inxhinierisë që po planifikohet tani. NASA po konsideron një sistem të quajtur Lunar Gateway, një stacion hapësinor i vogël që do të orbitojë rreth hënës dhe do të shërbejë si një qendër komunikimi dhe logjistike për misionet në sipërfaqe. Kina po planifikon sistemin e saj të satelitëve rele. Agjencia Hapësinore Evropiane po eksploron koncepte për një kuote 17 që do të lidhte të gjitha misionet në hënë në një rrjet të vetëm. Por le të shkojmë edhe më thellë në sfida praktike. Le të flasim për diçka që tingëllon e thjesht, por që është jashtëzakonisht e vështirë. Të ecësh në hënë. Astronautët e Apollo e përshkruan këtë si një përvojë të çuditshme. Graviteti është vetëm 1/6 e tokës, që do të thotë se ju peshoni 6 herë më pak, por masa juaj është e njëjtë. Kjo do të thotë se nëse përpiqeni të ndaloni shpejt, ju do të vazhdoni të rreshqisni. Nëse përpiqeni të ktheheni shpejt, ju do të humbni ekuilibrin. Çdo lëvizje kërkon një lloj të ri koordinimi që truri juaj nuk e ka mësuar kurrë. Dhe kjo bëhet edhe më e vështirë kur jeni duke veshur një kostum hapësinor. Kostumet e Apollo ishin të ngurta, të rënda dhe të vështira për të lëvizur. Astronautët raportuan se pas disa orësh të ecjes në hënë, duart e tyre ishin të lodhura nga përpjekja e vazhdueshme për të mbyllur dhe hapur dorezat e kostumin. Imagjinoni të përpiqeni të punoni me mjete ndërsa vishni doreza aq të trasha sa nuk mund të ndjeni asgjë. Imagjinoni të përpiqeni të hidhni një shkëm për ta studiuar
por shkëmbi fluturon shumë më larg se sa pritet sepse graviteti është aq i dobët. Kjo është arsyeja pse NASA po zhvillon gjeneratën e ardhshme të kostumeve hapësinore, kostumet e quajtura ZHEMU, që janë të dizajnuara të jenë më fleksibël, më të lehta dhe më të lehta për të përdorur. Këto kostume do të lejojnë astronautët të ulen, të gjunjëzohen, madje edhe të ngrihen nëse rrëzohen, diçka që ishte pothuajse e pamundur me kostumet e Apollo. Dhe ato do të kenë sisteme më të mira të mbështetjes jetësore që mund të mbajnë astronautët të gjallë për 8 orë në vend të 4. Por edhe me kostumet më të mira, puna në hënë do të jetë e lodhshme. Dhe kjo na sjell në një pyetje kritike. Sa gjatë mund të qëndrojnë njerëzit në hënë? Misionet Apollo ishin vetëm disa ditë. Astronautët zbritnin, bënin disa eksperimente, mblidhnin disa shkëmbinj dhe ktheheshin. Por nëse duam të ndërtojmë një bazë të përhershme, njerëzit do të duhet të qëndrojnë për muaj, ndoshta vite. Dhe kjo ngre çështje serioze shëndetësore. Graviteti i ulët është një problem. Në stacionin hapësinor ndërkombëtar, astronautët humbasin masë muskulore dhe densitet kockash, sepse trupi i tyre nuk ka nevojë të punojë kundër gravitetit. Ata duhet të ushtrohen 2 orë çdo ditë vetëm për të mbajtur shëndetin bazë. Por në hënë, ku ka të paktën pak gravitet, situata mund të jetë më e mirë. Shkencëtarët nuk e dinë ende saktësisht sa gravitet nevojitet për të mbajtur trupin njerëzor të shëndetshëm. A është 1/6 e gravitetit të tokës mjaftueshëm? Apo njerëzit do të kenë ende probleme? Kjo është një nga pyetjet që misionet e ardhshme duhet të përgjigjen. Pastaj ka rrezatimin. Në tokë, ne jemi të mbrojtur nga rrezatimi kozmik, nga fusha magnetike e planetit dhe nga atmosfera. Por hëna nuk ka asnjërin. Çdo person në sipërfaqen e hënës është i ekspozuar ndaj rrezatimit nga dielli dhe nga rrezet kozmike që vijnë nga jashtë sistemit diellor. Ky rrezatim mund të dëmtojë ADN-n dhe të rrisë rrezikun e kancerit. Për misione të shkurtra, rreziku është i pranueshëm, por për vendbanim afatgjatë, ne kemi nevojë për mbrojtje. Zgjidhja më e mirë është të ndërtosh nën tokë. Regoliti hënor, ai pluhur i imët që mbuloi gjithçka, është në fakt një mbrojtës i shkëlqyer kundër rrezatimit. Disa metra regolit mund të blokojnë pothuajse të gjithë rrezatimin. Kjo do të thotë se bazat e ardhshme hënore ndoshta do të jenë të varrosura, të ndërtuara në shpella natyrale ose në tuba lave, ose të mbuluara me shtresa të trasha regoliti. Nga jashtë, ato mund të duken si kodra të vogla, por brenda ato do të jenë ambiente të sigurta ku njerëzit mund të jetojnë dhe punojnë pa u shqetësuar për rrezatimin. Por ka një sfidë tjetër që është edhe më e vështirë: izolimi psikologjik. Imagjinoni të jeni në një bazë në anën e fshehur të hënës. Ju nuk mund të shihni tokën. Ju nuk mund të shihni asgjë të njohur. Kur shikoni lart, ju shihni vetëm yje dhe errësirë. Kur shikoni rreth, ju shihni vetëm shkëmbinj gri dhe horizonte të afërta, sepse hëna është aq e vogël sa horizonti është vetëm 2 kilometra e gjysmë larg. Ju jeni në një vend ku çdo gjë duket e huaj, ku çdo tingull është i çuditshëm, ku çdo lëvizje kërkon përpjekje të vetëdijshme. Astronautët në stacionin hapësinor ndërkombëtar të paktën mund të shohin tokën. Ata mund të shohin oqeanet, rret, kontinentet. Ata dinë se shtëpia është atje, vetëm 400 kilometra larg. Por në anën e fshehur të hënës, ju jeni vërtet të izoluar. Ju jeni në një vend ku asnjë qenie njerëzore nuk ka qenë kurrë, ku çdo gjë që shihni është e re, ku çdo ditë është një eksperiment në mbijetesë. Kjo është arsyeja pse NASA po studion psikologjinë e misioneve afatgjata. Ata po simulojnë kushte hënore në tokë, duke mbëllur njerëz në habitatet e izoluara për muaj dhe duke studiuar se si ata përballojnë stresin, monotoninë dhe mungesën e stimujve natyror. Ata po mësojnë se ekipet e vogla, 4 deri në 6 njerëz, funksionojnë më mirë se ekipet e mëdha. Që diversiteti i aftësive është kritik, ju keni nevojë për njerëz që mund të bëjnë shumë gjëra të ndryshme. Që komunikimi me tokën është jetik. Edhe nëse ka një vonesë disa sekondash, aftësia për të folur me familjen dhe miqt e bën diferencën midis suksesit dhe dështimit. Por le të supozojmë se e kapërcejmë të gjitha këto sfida. Le të supozojmë se ndërtojmë një bazë të përhershme në anën e fshehur. Çfarë do të bëjmë atje?
Përveç ndërtimit të teleskopëve dhe studimit të gjeologjisë, çfarë tjetër është e mundur? Një mundësi është shfrytëzimi i burimeve. Hëna ka materiale që janë të vlefshme, jo vetëm për përdorim në hënë, por potencialisht për t'u sjellë në tokë ose për t'u përdorur në hapësirë. Për shembull, regoliti hënor përmban oksigjen. Rreth 45% të masës së tij është oksigjen i lidhur me silikate dhe metale të tjera. Nëse mund ta nxjerrim atë oksigjen, ne mund ta përdorim për frymëmarrje dhe si lëndë djegëse për raketa. Kjo do thotë se hëna mund të bëhet një stacion karburanti për misione në hapësirën e thellë. Procesi i nxjerrjes së oksigjenit nga regoliti quhet UQU-OTE-48. Ka disa metoda. Disa përdorin nxehtësi të lartë, disa përdorin reaksione kimike, disa përdorin elektrolizë. Asnjë prej tyre nuk është e lehtë, por të gjitha janë të mundshme me teknologjinë që kemi sot. Dhe nëse mund ta bëjmë këtë në shkallë industriale, hëna bëhet shumë më e vlefshme se thjesht një destinacion shkencor. Ajo bëhet një burim. Pastaj ka heliumin 3, një izotop i rrallë i heliumit që është shumë i rrallë në tokë, por relativisht i zakonshëm në regolitin hënor. Heliumi 3 është i vlefshëm sepse mund të përdoret si karburant në reaktor fuzionit bërthamor, nëse ndonjëherë e bëjmë fuzionin të funksionojë. Disa vizionar imagjinojnë një të ardhme ku ne shfrytëzojmë heliumin 3 nga hëna dhe e sjellim në tokë për të ushqyer qytete të tëra me energji të pastër. Kjo tingëllon si shkencë fantazi, por matematika funksionon. Problemi është se nxjerrja e heliumit 3 kërkon përpunimin e sasisë masive të regolitit, miliona ton, për të prodhuar disa kilogram heliumi 3. Por ndoshta përdorimi më interesant i hënës nuk është për burime, por si një laborator. Në gravitet të ulët dhe në vakum perfekt, ju mund të bëni eksperimente që janë të pamundura në tokë. Ju mund të rritni kristale perfekte për elektronik. Ju mund të prodhoni materiale me struktura që do të shembeshin në mpeshën e tyre në tokë. Ju mund të testoni teknologji për misione në Mars dhe përtej, pa rrezikuar jetën e astronautëve në një mjedis plotësisht të panjohur. Dhe pastaj ka shkencën e pastër. Studimi i hënës vetë, gjeologjia e saj, historia e saj, përbërja e saj, na tregon për tokën dhe për sistemin diellor. Por studimi i universit nga hëna me teleskop optik, radio dhe infra të kuqe na tregon për gjithçka tjetër. Dhe kjo është arsyeja pse shumë shkencëtarë argumentojnë se investimi në eksplorim hënor nuk është vetëm për hënën, është për të kuptuar vendin ton në univers. Por le të jemi të sinqert për një moment. Ka njerëz që pyesin pse të shpenzojmë miliarda dollar për të shkuar në hënë kur kemi aq shumë probleme në tokë? Pse të investojmë në baza hënore kur kemi uri, varfëri, ndryshime klimatike? Kjo është një pyetje e drejtë, dhe përgjigja nuk është e thjeshtë. Një përgjigje është se eksplorim hapësinor nuk është një lojë me shumë zero. Parat që shpenzohen për NASA, rreth 0.5% të buxhetit federal amerikan, nuk janë para që do të shkonin automatikisht për të zgjidhur probleme të tjera. Ato janë para që shoqëria vendos të investojë në të ardhmen. Dhe historia tregon se investimet në teknologji të reja, edhe kur duken të panevojshme, shpesh prodhojnë përfitime të papritura. Satelitet që fillimisht u ndërtuan për eksplorim hapësinor tani na japin GPS, parashikime moti dhe komunikime globale. Teknologjitë e zhvilluara për misionet Apollo quan në përparime në mjeksi, materiale dhe kompjuter. Por ka një përgjigje më thelbësore. Njerëzimi është një specie eksplorimi. Ne kemi evoluar për të qenë kurioz, për të kërkuar horizonte të reja, për të pyetur çfarë ka përtej kodrës së ardhshme. Kjo kuriozitet na ka sjell nga Afrika në të gjithë globin. Na ka sjell nga shpelat në qytete. Na ka sjell nga toka në det, në ajër, në hapësirë. Dhe nëse e humbasim atë kuriozitet, nëse vendosim të ndalojmë eksplorimin, ne humbasim diçka thelbësore për atë që do të thotë të jesh njeri. Dhe ka diçka tjetër. Çdo herë që njerëzimi ka zgjeruar horizontin e tij, ne kemi mësuar diçka të re për veten. Kur lundërtarët e parë lundruan rreth botës,
Ata zbuluan se toka ishte më e madhe dhe më e larmishme se sa kishin imagjinuar. Kur astronautët e parë pën tokën nga hapësira, ata zbuluan se planeti ynë ishte i brisht dhe i bukur në mënyra që nuk mund të shihen nga toka. Dhe kur shkojmë në anën e fshehur të hënës, kur qëndrojmë në një vend ku toka nuk shihet kurrë, ne do të mësojmë diçka të re për vendin tonë në univers. Ndoshta do të mësojmë se ne nuk jemi aq të veçantë sa mendonim, që planet si toka mund të jenë të zakonshëm, që jeta mund të jetë kudo. Ose ndoshta do të mësojmë të kundërtën, se ne jemi jashtëzakonisht të rrallë, se kombinimi i kushteve që lejoi jetën në tokë ishte një aksident kozmik që ndodh vetëm një herë në 1 trilion sisteme planetare. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë përgjegjësia jonë për të mbrojtur tokën dhe për të përhapur jetën përtej saj bëhet edhe më e madhe. Kjo është arsyeja pse ana e fshehur e hënës është më shumë se një destinacion shkencor. Ajo është një pasqyrë ku mund të shohim veten më qartë. Ajo është një sfidë që na detyron të zhvillojmë teknologji të reja, të mendojmë në mënyra të reja, të bashkëpunojmë në mënyra të reja. Ajo është një hap i parë drejt një të ardhmeje ku njerëzimi nuk është i kufizuar në një planet të vetëm. Dhe ndërsa qëndrojmë në prag të kësaj epoke të re, ne duhet të pyesim veten: çfarë lloj specie duam të jemi? Duam të jemi një specie që qëndron në shtëpi, e kënaqur me atë që di, e friksuar nga e panjohura, apo duam të jemi një specie që eksploron, që zbulon, që shtyn kufijtë e mundësisë? Përgjigja, mendoj, është e qartë, sepse nëse ka një gjë që historia na mëson, është kjo. Çdo herë që njerëzimi ka zgjedhur kuriozitetin mbi frikën, eksplorimin mbi stagnacionin, të ardhmen mbi të kaluarën, ne kemi përparuar. Dhe çdo herë që kemi zgjedhur të kundërtën, ne kemi rënë mbrapa. Ana e fshehur e hënës po na thërret. Ajo po na thërret të vim dhe të lexojmë sekretet e saj. Të ndërtojmë teleskop që mund të shohin fillimin e kohës. Të ndërtojmë baza që mund të shërbejnë si pika nisjeje për yje. Të mësojmë se si të jetojmë në një botë që nuk është shtëpia jonë, por që mund të bëhet. Dhe kur përgjigjem atij thirrjeje, kur qëndrojmë për herë të parë në anën e fshehur dhe shikojmë lart në uje që nuk janë kurrë të fshehura nga drita e tokës, ne do të kuptojmë diçka thelbësore, që ne nuk jemi vetëm banor të tokës, ne jemi qytetar të universit. Dhe udhëtimi ynë sapo ka filluar. Por tani le të ndalemi dhe të flasim për diçka që ndoshta ju shqetëson. Ndoshta po mendoni: kjo tingëllon mahnitse, por a nuk është kjo thjesht një version tjetër i premtimeve të vjetra? A nuk kemi dëgjuar këtë histori më parë, për baza hënore, për kolonizim hapësinor, për të ardhmen e shkëlqyer që kurrë nuk vjen? Kjo është një pyetje e drejtë, dhe përgjigja është po, kemi dëgjuar premtime. Në vitet 60 pas Apollo, na thanë se do të kishim baza hënore deri në vitet 80. Në vitet 90, na thanë se do të shkonim në Mars deri në vitin 2010. Dhe këtu jemi, në vitin 2026, dhe ende nuk kemi asnjërin. Pra pse kësaj here do të jetë ndryshe? Sepse diçka thelbësore ka ndryshuar. Dhe ajo diçka nuk është teknologjia, megjithse teknologjia ka përparuar në mënyrë dramatike. Ajo diçka është ekonomia. Për herë të parë në histori, hapësira po bëhet ekonomikisht e qëndrueshme. Jo për shkak të qeverive që shpenzojnë miliarda për prestigj, por për shkak të kompanive private që po gjejnë mënyra për të fituar para. Le të shohim shifrat. Në vitin 2000, kostoja për të dërguar 1 kilogram në orbitën e ulët të tokës ishte rreth $20.000. Sot, me raketat e ripërdorshme të SpaceX, kostoja është rreth $1.500. Kjo është një ulje me një faktor prej 13 vjet. Dhe kompanitë të tjera, Blue Origin, Rocket Lab, kompani kineze, po zhvillojnë raketa edhe më të lira. Brenda 10 vjetëve, ekspertët parashikojnë se kostoja mund të bjerë në $500 per kilogram. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se gjëra që ishin ekonomikisht të pamundura po bëhen të mundshme. Një satelit që kushton $10 milion për të dërguar në hapësirë në vitin 2000, sot kushton rreth $750.000. Një bazë hënore që do të kishte kushtuar $100 miliard për të ndërtuar në vitet 80, sot mund të kushton 10 deri në 15 miliard. Kjo është ende shumë para,
por është brenda mundësive të një bashkëpunimi ndërkombëtar ose madje të një kompanie të madhe private. Dhe kjo na sjell në diçka që po ndodh tani, jo në të ardhmen, por tani. Në këtë moment, ndërsa po dëgjoni këto fjalë, ka 3 fuqi të mëdha që po garojnë për të qenë të parat që ndërtojnë një prani të përhershme në hën. Shtetet e Bashkuara me programin Artemis, Kina me programin e saj Chang'e dhe planet për një bazë kërkimore ndërkombëtare hënore, dhe një koalicion i udhëhequr nga Agjencia Hapësinore Evropiane që përfshin Japonin, Kanadan dhe disa vende të tjera. Le të flasim për Artemis. Ky nuk është thjesht një program për të dërguar astronaut në hën për disa ditë. Ky është një program për të ndërtuar infrastrukturë. Faza e parë, Artemis 3, planifikohet për vitin 2027. Do të ulet në rajonin polar jugor, ku krateret e errta mund të përmbajnë akull ujë. Astronautët do të qëndrojnë për një javë, do të testojnë pajisje të reja, do të eksplorojnë terrenin. Por kjo është vetëm fillimi. Faza e dytë, Artemis 4 dhe 5, do të ndërtojë atë që NASA e quan UQU-OTE-3Z. Kjo do të jetë një habitat i vogël ku astronautët mund të qëndrojnë për deri në 2 muaj. Do të ketë një rover të presuar që mund të udhtojë 10 kilometra. Do të ketë një sistem energjie bazuar në panele diellore dhe ndoshta një reaktor bërthamor të vogël. Dhe do të ketë pajisje për të nxjerrë ujë nga akulli në krateret polare. Pse uji është aq i rëndësishëm? Sepse uji nuk është vetëm për pirje. Uji mund të ndahet në hidrogjen dhe oksigjen. Oksigjeni për frymëmarrje. Hidrogjeni dhe oksigjeni së bashku bëjnë lëndë diekse për raketa. Nëse mund të prodhojmë lëndë diekse në hën, ne nuk kemi nevojë ta transportojmë nga toka. Dhe kjo do të thotë se hëna bëhet një stacion karburanti për misione në hapësirën e thellë. Një raket që shkon në Mars mund të niset nga toka me shumë më pak karburant, të ndalojë në hën për të mbushur dhe pastaj të vazhdojë. Kjo e bën udhëtimin në Mars jo vetëm më të lirë, por më të sigurt. Por le të flasim për Kinën. Programi kinez është ndryshe. Ai nuk është i fokusuar në misione me ekuipazh në fillim. Ai është i fokusuar në ndërtimin e infrastrukturës me robot. Chang'e 6, e planifikuar për vitin 2027, do të marrë mostra nga poli jugor. Chang'e 7, e planifikuar për vitin 2028, do të studioj terrenin dhe do të testoj teknologji për printim 3-dimensional me regolit. Chang'e 8, e planifikuar për vitin 2030, do të testoj nxjerrjen e burimeve dhe prodhimin e oksigjenit. Dhe pastaj, diku midis viteve 2030 dhe 2035, Kina planifikon të dërgojë astronautët e saj të parë në hën. Por deri atëherë, robotët do të kenë ndërtuar tashmë pjesë të bazës. Do të kenë testuar sistemet. Do të kenë identifikuar problemet. Kur astronautët arrin, ata nuk do të jenë pionier që eksplorojnë një botë të panjohur. Ata do të jenë banor që lvizin në një shtëpi që tashmë është ndërtuar. Kjo është një qasje fundamentalisht e ndryshme nga ajo që Shtetet e Bashkuara bën me Apollo. Apollo ishte për të qenë i pari, ishte për të fituar një garë, ishte për të treguar se demokracia mund të bëjë gjëra që komunizmi nuk mund. Por programi kinez nuk është për të qenë i pari, është për të qenë i qëndrueshëm, është për të ndërtuar diçka që zgjat, dhe kjo na sjell në një pyetje interesante. Çfarë ndodh kur të dyja këto programe arrin në hën? A do të garojnë? A do të bashkëpunojnë? Historia e eksplorimeve toksore na jep disa mësime. Kur europianët eksploruan Amerikën, ata garojnë, dhe rezultati ishte shpesh dhunë dhe shfrytëzim. Por kur vendet eksploruan Antarktidin, ata bashkëpunuan, dhe rezultati ishte Traktati i Antarktidit, një nga marrëveshjet më të suksesshme ndërkombëtare që kemi. Hena mund të shkojë në të dyja drejtimet. Ka një traktat ekzistues, Traktati i hapësirës së jashtme nga viti 1967, që thot se asnjë vend nuk mund të pretendojë sovranitet mbi henën, por ky traktat nuk thot asgjë për burimet. Nëse një kompani amerikane ose kineze nxjerr ujë nga një krater polar, kujt i përket ai ujë? Nëse një bazë europiane ndërtohet në një vend të caktuar, a mund një bazë tjetër të ndërtohet pranë? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje ende, por ka shenja shprese.
Në vitin 2020, NASA dhe Agjencia Hapësinore Europiane nënshkruan marrëveshjet Artemis, një grup parimesh për eksplorim paqësor të Henës. Deri tani, 25 vende kanë nënshkruar. Kina nuk është një prej tyre. Ajo po zhvillon sistemin e saj të bashkëpunimit të quajtur Stacionin Ndërkombëtar Kërkimor Hënor. Por edhe brenda këtyre dy bloqeve ka dialog. Ka shkëmbim shkencor. Ka njohje se Hëna është mjaftueshëm e madhe për të gjithë. Dhe kjo është e vërtet. Hëna ka një sipërfaqe sa Afrika. Ka vende për qindra baza. Ka burime për mijëra vjet eksplorim. Nuk ka arsye që konkurenca të kthehet në konflikt. Përkundrazi, konkurenca mund të jetë shëndetshme. Ajo mund të nxjisë inovacion. Ajo mund të shpejtojë përparimin. Dhe në fund, ajo mund të çojë në bashkëpunim, kur të dyja palët kuptojnë se mund të arrijnë më shumë së bashku se sa veçmas. Por le të shkojmë përtej politikës dhe të flasim për shkencën që po ndodh tani, sepse ndërsa po planifikojmë për të ardhmen, po zbulojmë gjëra të reja çdo muaj. Në shtator të vitit 2023, roveri kinez Yutu-2 zbuloi diçka të çuditshme në kraterin Von Karman, një shkëmb me përbërje që nuk përputhej me asgjë që kishim parë më parë. Ai kishte një përqendrim të lartë të një minerali të quajtur changeite, një mineral i ri që u emërua sipas misionit që e zbuloi. Ky mineral përmban fosfor, një element që është kritik për jetën. Dhe zbulimi i tij në anën e fshehur ngre pyetje të reja, përse si u shpërndan elementet në sistemin e hershëm diellor. Në janar të vitit 2024, teleskopi James Webb, duke punuar në koordinim me teleskop toksor, kreu një eksperiment të jashtëzakonshëm. Ai përdori hënën si një pasqyrë gjigante për të studiuar atmosferën e tokës. Kur hëna kalon përpara tokës nga perspektiva e një ylli të largët, drita e yllit kalon nëpër atmosferën tonë para se të pasqyrohet nga sipërfaqja hënore. Duke analizuar atë dritë, shkencëtarët mund të shohin nënshkrimin e atmosferës sonë, oksigjeni, azoti, uji, madje edhe gjurmë të gazrave industriale. Kjo është një teknikë që mund të përdoret për të studiuar atmosferat e planetëve të largët, dhe hëna, veçanërisht ana e fshehur me sipërfaqen e saj të pastër të paprekur, është laboratori perfekt për ta testuar atë. Në mars të vitit 2025, një ekip ndërkombëtar shkencëtarësh publikoi një studim që analizoi të gjitha të dhënat gravitacionale nga misioni Grail. Ata zbuluan diçka të habitshme. Në kraterin South Pole Aitken ka një anomali masive që peshon rreth 2 miliardë 400 milion tonë. Kjo është sa 5 herë masa e malit Everest. Teoria më e mirë është se kjo është bërthama metalike e asteroidit që krijoi kraterin, një copë hekuri dhe nikeli, madhësia e një qyteti të vogël që u varros në sipërfaqe 4 miliardë vjet më parë dhe që ende është atje, duke ndryshuar fushën gravitacionale të hënës. Por këtu është pjesa e mahniqme. Nëse mund të arrijmë atë metal, nëse mund të shpojmë aq thellë, ne do të kemi akses në materiale që janë pothuajse të pastra. Hekur dhe nikel që nuk janë oksiduar, që nuk janë përzier me shkëmbin të tjerë, që janë në një gjendje që nuk ekziston askund në tokë. Ky metal mund të përdoret për të ndërtuar struktura në hapësirë, stacione hapësinore, anije, teleskop, pa pasur nevojë ta transportojmë nga toka. Është sikur të kesh një minier qeliku në hapësirë duke pritur të shfrytëzohet. Natyrisht, shpimi i 13 kilometrave nën sipërfaqen e hënës nuk është diçka që mund të bëjmë nesër, por është diçka që mund të bëjmë brenda 50 vjetëve. Dhe kjo është pika. Çdo zbulim që bëjmë në hënë hap mundësi të reja. Çdo mineral i ri që gjejmë, çdo anomali që studiojmë, çdo eksperiment që kryejmë na çon një hap më afër të kuptuarit se si të jetojmë dhe punojmë jashtë tokës. Dhe kjo na sjell në momentin kulminant të kësaj historie, sepse çdo gjë që kemi folur deri tani, historinë e hënës, formimin e saj, asimetrinë e saj, misionet që po planifikojmë, të gjitha këto janë pjesë të një transformimi më të madh, një transformim në mënyrën se si e shohim veten si specie. Për 4 miliardë gjysmë vjet, jeta në tokë ka qenë kufizuar në një planet të vetëm. Çdo organizëm që ka jetuar ndonjëherë, nga bakteret e para deri te dinosaurët deri te ne, ka lindur, ka jetuar dhe ka vdekur në të njëjtin vend.
Ne kemi qenë një specie me një planet. Por kjo po ndryshon. Për herë të parë në historinë e jetës në tokë, një specie po bëhet shumë planetare. Ne po mësojmë të jetojmë në hapësirë, po mësojmë të ndërtojmë në hënë, dhe brenda një gjenerat ose dy, ne do të mësojmë të jetojmë në Mars. Kjo nuk është shkencë fantazi. Kjo është realitet që po ndodh. Dhe ana e fshehur e hënës është ku po mësojmë mësimet e para. Sepse nëse nuk mund të ndërtojmë një bazë në hënë, që është vetëm 3 ditë larg, si mund të shpresojmë të ndërtojmë një bazë në Mars, që është 6 muaj larg? Nëse nuk mund të zgjidhim problemin e komunikimit me një vonesë prej disa sekondash, si do të zgjidhim problemin me një vonesë prej 20 minutash? Nëse nuk mund të mësojmë të përdorim burimet lokale në hënë, si do t'i përdorim në Mars? Hëna është shkolla jonë, dhe ana e fshehur është provimi më i vështirë. Sepse atje, çdo gjë që mund të shkojë keq, do të shkojë keq. Çdo sistem që mund të dështojë, do të dështojë. Çdo supozim që kemi bërë, do të testohet. Dhe vetëm duke kaluar atë provim, vetëm duke mësuar të mbijetojmë dhe të lulëzojmë në vendin më të vështirë që kemi arritur ndonjëherë, ne do t'jemi gati për hapin tjetër. Por le të jemi të qartë për diçka. Kjo nuk do të thotë se do të braktisim tokën. Kjo nuk do të thotë se do të harrojmë problemet tona këtu. Përkundrazi, çdo gjë që mësojmë në hapësirë na bën më të mirë në menaxhimin e tokës. Teknologjitë që zhvillojmë për të ricikluar ujin në një bazë hënore mund të përdoren për të zgjidhur krizën e ujit në vende të thata. Sistemet që krijojmë për të prodhuar ushqim në hapësirë mund të përdoren për të ushqyer njerëz në rajone me burime të kufizuara. Mësimet që mësojmë për të jetuar në një mjedis të mbyllur, të kufizuar, mund të na ndihmojnë të kuptojmë se si të jetojmë në mënyrë të qëndrueshme në planetin ton të kufizuar. Dhe ka diçka tjetër. Çdo herë që njerëzimi ka parë tokën nga një perspektivë e re, ne kemi ndryshuar. Kur lundërtarët e parë lundëruan rreth botës, ne kuptuam se të gjithë jemi të lidhur. Kur astronautët e parë pan tokën nga hapësira, atë top të vogël blu që noton në errësirën, ne kuptuam se ne të gjithë ndajmë të njëjtin shtëpi të brisht. Dhe kur qëndrojmë në anën e fshehur të hënës dhe shikojmë lart në një qiell ku toka nuk shihet kurrë, ne do të kuptojmë diçka edhe më thelbësore, se ne nuk jemi qendra e universit. Se jemi një specie e vogël në një planet të vogël rreth një yli mesatar në një galaksi që përmban qindra miliard yje të tjerë. Dhe se nëse duam të mbijetojmë, nëse duam të lulëzojmë, ne duhet të mësojmë të mendojmë përtej kufive të planetit ton. Kjo është transformimi i vërtet që po ndodh. Jo vetëm një transformim teknologjik, jo vetëm një transformim shkencor, por një transformim në vetëdijen ton. Një transformim në mënyrën se si e shohim veten dhe vendin ton në univers. Dhe ana e fshehur e hënës, ajo botë e fshehur që askush nga ne nuk e ka parë kurrë me sy të lirë, është ku ky transformim po bëhet real. Atje, në ato kratere të thella, në ato shkëmbinj të vjetër, në atë heshtje absolute, ne po mësojmë të jemi diçka më shumë se sa kemi qenë ndonjëherë. Po mësojmë të jemi një specie që nuk jeton vetëm në një botë, por që mund të jetojë në shumë, që nuk është e kufizuar nga aksidentet e gjeografisë, por që mund të zgjedh destinacionin e saj, që nuk është viktim e fatit kozmik, por që mund të formsojë të ardhmen e saj. Kjo është premtimi i anës së fshehur, jo vetëm sekrete për të zbuluar, jo vetëm shkencë për të mësuar, por një të ardhme për të ndërtuar. Një të ardhme ku njerëzimi nuk është më i kufizuar në një planet të vetëm. Ku ne kemi bërë hapin e parë drejt yjeve, ku ne kemi filluar udhëtimin që do të na çojë brenda shekujve, ndoshta brenda mijë vjeçarve, në çdo cep të galaksisë son. Dhe gjithçka fillon këtu, në anën e fshehur të hënës, në vendin që kemi shikuar çdo natë, por që nuk kemi parë kurrë. Në botën që ka pritur 4 miliarde gjysmë vjet që ne të arrijmë dhe të fillojmë të lexojmë sekretet e saj. Sekretet janë atje, duke pritur. Dhe ne jemi gati më në fund t'i zbulojmë ato. Por tani le të ndalemi dhe të bëjmë diçka të çuditshme. Le të harrojmë për një moment të gjitha faktet që sapo kemi mësuar,
Le të harrojmë krateret, anomalit magnetike, misionet e ardhshme, dhe le të pyesim një pyetje më thelbësore. Pse na intereson kaq shumë ajo që nuk mund ta shohim? Mendojeni? Për të gjithë historinë e njerëzimit, ne kemi shikuar hënën. Poetët kanë shkruar për ta. Dashnorët janë takuar në dritën e saj. Fermerët kanë mbjellë dhe korrur sipas cikleve të saj. Por asnjëri prej tyre nuk ka ditur, nuk mund të dinte, se gjysma e asaj që po shikonin ishte e fshehur. Që pas asaj fytyres së njohur, pas atyre deteve të errta dhe kratereve të ndritshme, ekzistonte një botë tjetër plotësisht e ndryshme. Kjo është një metaforë perfekte për vetë realitetin, sepse çdo gjë që shohim, çdo gjë që prekim, që matim, që mendojmë se e kuptojmë, është vetëm një fytyrë e realitetit. Pastaj, gjithmonë ka diçka tjetër, diçka më thellë, diçka më të çuditshme. Fizikanët e dinë këtë. Ata na thonë se materia që mund ta shohim, yjet, galaksit, planetet, ne vetë, përbën vetëm 5% të universit. 55% është diçka që e quajmë energji e errët, një forcë misterioze që po shtyp universin të zgjerohet më shpejt e më shpejt. 27% është materie e errët, diçka që ka masë, që ka gravitet, por që nuk ndërvepron me dritën në asnjë mënyrë që mund ta zbulojmë. Ne nuk e dim çfarë është, ne nuk e dim nga vjen, ne vetëm e dim se është atje, sepse pa të, galaksit do të shpërbëheshin. Pra ne jetojmë në një univers ku 95% e gjithçkaje është plotësisht e panjohur për ne, ku çdo gjë që mendojmë se e dim është thjesht një ishull i vogël i kuptimit në një oqean të pafund misterie. Dhe ana e fshehur e hënës, ajo gjysmë që nuk mund ta shohim, është një kujtesë perfekte e kësaj të vërtete. Por ka diçka edhe më të thellë këtu, diçka që lidhet me vetë natyrën e perceptimit. Mendojeni, arsyeja pse ne shohim gjithmonë të njëjtën anë të hënës nuk është, sepse hëna nuk rrotullohet. Ajo rrotullohet, por ajo rrotullohet me saktësisht të njëjtën shpejtësi me të cilën orbituon rreth tokës. Një rrotullim për çdo orbit. Kjo sinkronizim perfekt, që shkencëtarët e quajnë bllokimi i baticës, nuk është një rastësi. Është rezultati miliarda vjetëve të forcave gravitacionale që ngadalë, gradualisht, kanë frenuar rrotullimin e hënës derisa është blokuar në këtë gjendje. Dhe këtu është pjesa e mahniqme. E njëjta gjë po i ndodh tokës. Hëna po ngadalson rrotullimin ton. Çdo vit, dita në tokë bëhet rreth një të 50.000 e sekondës më e gjatë. Kjo tinglon si asgjë, por mbledheni atë për miliarda vjet dhe efekti është dramatik. Kur hëna u formua 4 miliardë gjysmë vjet më parë, një ditë në tokë ishte vetëm 5 orë. Tani është 24. Dhe në të ardhmen e largët, miliarda vjet nga tani, dita do t'jetë aq e gjatë sa një muaj hënor. Toka do të tregoj gjithmonë të njëjtën fytyrë ndaj hënës, ashtu si hëna tregon gjithmonë të njëjtën fytyrë ndaj tokës. Kjo do të thotë se në të ardhmen e largët do të ketë një anë të tokës që nuk do ta shohë kurrë hënën. Njerëzit që jetojnë atje, nëse ka ende njerëz, nuk do ta dinë se hëna ekziston përveç se nga librat dhe fotografitë. Për ta, hëna do të jetë e fshehur, ashtu si ana e fshehur është për ne tani. Kjo na bën të mendojmë. Sa shumë të tjera janë të fshehura nga ne jo për shkak të distancës, por për shkak të perspektivës son? Sa shumë fenomene ekzistojnë që ne nuk mund t'i shohim, sepse ndodhim të jemi në vendin e gabuar, në kohën e gabuar, me shqisat e gabuara. Merrni për shembull dritën. Ne shohim vetëm një brez shumë të ngushtë të spektrit elektromagnetik, atë që quajmë UQUOTE36. Por ky brez është vetëm një pjesë e vogël e asaj që ekziston. Ka valë radio, mikrovalë, infra të kuqe, ultraviolet, rreze X, rreze gamma. Çdo njëra prej këtyre është një mënyrë tjetër për të universin, dhe kur ndërtojmë teleskop që mund t'i kapin ato, ku shikojmë qiellin në infra të kuqe ose në rreze X, ne shohim një univers plotësisht të ndryshëm. Yje që janë të padukshëm në dritë të dukshme shdritin në infra të kuqe. Vrimat të zeza që nuk mund të shihen drejt për drejt zbulojnë veten nëpërmjet rrezeve X që lëshojnë ndërsa gëlltitën materien.
Pra çfarë tjetër po humbim? Çfarë fenomenesh ekzistojnë që ne nuk kemi as pajisjet për t'i zbuduar, as konceptet për t'i kuptuar? Kjo është arsyeja pse ana e fshehur e hënës është aq e vlefshme. Jo vetëm për atë që mund të na mësojë për hënën vet, por për atë që mund të na mësojë për kufijtë e perceptimit ton. Sepse kur ndërtojmë një teleskop radio, atje, kur dëgjojmë frekuencat që janë të pamundura të dëgjohen nga toka, ne po zgjerojmë shqisat tona. Po shohim diçka që ishte gjithmonë atje, por që ishte e padukshme për ne. Dhe kjo na sjell në një nga pyetjet më të mëdha që shkenca po përpiqet të përgjigjet. Çfarë ndodhi para Big Bangut? Kjo tingëllon si një pyetje pa kuptim, sepse Big Bangu, sipas teorisë standarde, nuk ishte vetëm fillimi i materjes dhe energjisë, ishte fillimi i vetë kohës dhe hapësirës. Të pyesësh çfarë ndodhi para Big Bangut është si të pyesësh çfarë ka në veri të polit verior. Pyetja vetë nuk ka kuptim, sepse veri nuk ekziston atje. Por disa fizikan nuk janë të kënaqur me këtë përgjigje. Ata propozojnë teori ku Big Bangu ishte vetëm një ngjarje në një cikël më të madh. Ku universi ton është vetëm një nga një numër i pafund universish që lindin, zgjerohen, tkurren dhe vdesin në një cikel të përjetshëm. Ose ku universi ynë është vetëm një flusk në një shkum shumë dimensionale ku universi të rinj po lindin vazhdimisht. Këto teori tingëllojnë si shkencë fantazi, por ato janë të bazuara në matematikë serioze. Dhe mënyra për t'i testuar ato është të shikojmë provat nga universi i hershëm. Të studiojmë rrezatimin kozmik të sfondit me detaje të pabesueshme. Të kërkojmë anomali, vende ku temperatura është pak më e lartë ose më e ulët se sa duhet të jetë, që mund të jenë të ngjarjeve që ndodhen para Big Bangut. Dhe për ta bërë këtë, ne kemi nevojë për teleskop që janë më të ndjeshëm se çdo gjë që kemi ndërtuar ndonjëherë. Teleskop që mund të kapin sinjalet më të dobëta nga universi i hershëm. Teleskop që janë të mbrojtur nga çdo burim i zhurmës. Teleskop si ai që po planifikojmë të ndërtojmë në anën e fshehur të hënës. Por le të jemi të sinqertë për një moment. Edhe nëse ndërtojmë atë teleskop, edhe nëse kapim sinjalet nga epoka e errët kozmike, edhe nëse zbulojmë prova për atë që ndodhi para Big Bangut, ne ende nuk do të dim gjithçka. Ne ende do të kemi pyetje. Sepse çdo përgjigje që shkenca jep, ngre 10 pyetje të reja. Pse ekziston diçka në vend të asgjëje? Pse ligjet e fizikës janë ashtu siç janë? Pse konstantet fundamentale, shpejtësia e dritës, ngarkesa e elektronit, forca e gravitetit, kanë vlerat specifike që kanë? Nëse ndonjë prej këtyre konstanteve do të ishte edhe pak ndryshe, universi do të ishte plotësisht i ndryshëm. Yjet nuk do të formonin, atomet nuk do të ishin të qëndrueshme, jeta do të ishte e pamundur. Disa shkencëtarë thonë se kjo është thjesht fat, që ne jetojmë në një univers ku konstantet ndodhin të jenë të sakta, sepse nëse nuk do të ishin, ne nuk do të ishim këtu për të bërë pyetjen. Të tjerë thonë se kjo është provë 1. Një numër i pafund universish me konstante të ndryshme, dhe ne ndodhim të jetojmë në një nga ato të rralla ku jeta është e mundur. Por asnjëra nga këto përgjigje nuk është vërtet kënaqëse, sepse ato thjesht shtojnë misterin një nivel më larg. Nëse ka një multivers, pse ekziston ai? Nëse jemi thjesht me fat, pse ligjet e fatit funksionojnë ashtu siç funksionojnë? Ndoshta, dhe kjo është një quote 44 e madhe, ndoshta ka pyetje që shkenca nuk mund t'i përgjigjet kurrë. Jo sepse ne nuk jemi mjaftueshëm të zgjuar, jo sepse nuk kemi pajisjet e sakta, por sepse pyetjet vet janë përtej fush veprimit të shkencës, sepse ato janë pyetje për kuptimin, për qëllimin, për pse në vend të si. Dhe kjo na sjell mbrapa te hëna, te ana e fshehur, te ajo botë që kemi shikuar çdo natë, por që nuk kemi parë kurrë. Sepse në fund, ana e fshehur nuk është vetëm një vend fizik. Ajo është një simbol. Një simbol i gjithçkaje që është e fshehur nga ne. Gjithçkaje që nuk mund ta shohim nga perspektiva jon e kufizuar. Gjithçkaje që pret të zbulohet. Por këtu është e vërteta e bukur. Çdo herë që zbulojmë diçka të re, ne nuk e zvoglojmë misterin, ne e thelojmë atë. Çdo përgjigje na tregon se sa më shumë nuk e dim.
Çdo zbulim hap horizonte të reja që nuk i kishim imagjinuar kurrë. Kur Galileo shikoi për herë të parë hënën nëpërmjet teleskopit të tij, ai pa male dhe lugjinat. Ai kuptoi se hëna nuk ishte një sferë perfekte qiellore, por një botë me terren, me gjeografi, me histori. Ky zbulim nuk e bëri hënën më pak misterioze, e bëri më interesante. E bëri më reale. E bëri një vend ku mund të shkoje jo vetëm një dritë në qel. Kur astronautët e Apollo ecën në hënë, ata nuk zgjidhen misterin e saj. Ata zbuluan mister të rinj. Shkëmbinj që nuk duhej ishin atje. Anomali magnetike që nuk mund të shpjegoheshin. Një histori që ishte shumë më komplekse se sa kishim menduar. Dhe kur më në fund shkojmë në anën e fshehur, kur qëndrojmë në ato kratere të thella dhe shikojmë lart në uje që nuk janë kurrë të fshehura nga drita e tokës, ne nuk do të gjejmë përgjigje përfundimtare. Ne do të gjejmë pyetje të reja, mister të rinj, horizonte të reja. Dhe kjo është e bukura, sepse një univers pa mister do të ishte një univers i vdekur. Një univers ku gjithçka është e njohur, ku nuk ka asgjë të re për të zbuluar, ku kurioziteti nuk ka vend. Por universi ynë nuk është kështu. Universi ynë është i gjallë me mister. Çdo atom përmban pyetje, çdo yll fsheh sekrete. Çdo galaksi është një botë e panjohur. Dhe ne, qeniet e vogla në një planet të vogël rreth një ili mesatar. Kemi privilegjin e jashtëzakonshëm të qenit kurioz, të pyeturit, të eksploruarit. Por le të kthehemi për një moment në fillim. Kujtoni se si filloi kjo histori? Në këtë moment, ndërsa po dëgjoni këto fjalë, hëna është mbi kokën tuaj. Dhe tani, pas gjithçkaje që kemi mësuar, pyetja është: a është hëna që shihni tani e njëjtë me hënën që shihet në fillim? Fizikisht po, është i njëjti objekt, i njëjti shkëmb që rrotullohet rreth tokës. Por në një kuptim tjetër, jo. Sepse tani ju e dini se pas asaj fytyres së njohur ka një botë tjetër, një botë me kratere që janë 4 miliard vjet të vjetra, me anomali që nuk i kuptojmë, me potencial që sapo po fillojmë ta eksplorojmë. Dhe kjo është fuqia e vërtetë e njohurisë. Ajo nuk e bën botën më të vogël, e bën më të madhe. Ajo nuk e bën misterin më pak, e bën më të thellë. Ajo nuk e bën udhëtimin më të shkurtër, e bën më të gjatë, më të pasur, më plot me mundësi. Pra çfarë po fsheh NASA në anën e errët të hënës? Asgjë, sepse ana e errët nuk është e errët. Ajo merr po aq dritë diellore sa ana që shohim. Dhe NASA nuk po fsheh asgjë. Ajo po zbulon, po eksploron, po përgatit terrenin për gjeneratën tjetër të njerëzimit që do të shkojë atje dhe do të shohë me sytë e tyre atë që ne mund ta shohim vetëm nëpërmjet kamerave dhe sensorëve. Por këtu është e vërteta më e thellë. Çdo gjë që kemi mësuar për anën e fshehur, çdo krater, çdo anomali, çdo mineral është vetëm fillimi. Sepse ana e fshehur nuk është vetëm një vend për të studiuar, është një vend për të jetuar, për të ndërtuar, për të filluar kapitullin tjetër të historisë njerëzore. Dhe kur ajo ndodh, kur fëmijët e parë lindin në një bazë hënore, kur gjenerata e parë rritet duke parë tokën jo si shtëpinë e tyre, por si vendin nga erdhën prindrit e tyre, diçka thelbësore do të ndryshojë. Ne nuk do të jemi më një specie me një planet. Ne do të jemi një specie me 2 bota, dhe pastaj 3. Dhe pastaj më shumë. Dhe çdo herë që zgjerojmë, çdo herë që shkojmë në një vend të ri, ne do të zbulojmë se ka gjithmonë një anë e fshehur. Gjithmonë diçka që nuk mund ta shohim nga ku jemi. Gjithmonë një mister tjetër që pret. Kjo është e vërteta për universin. Nuk ka fund për zbulimin. Nuk ka pikë ku mund të themi tani e dim gjithçka. Sepse çdo përgjigje hap dyert për pyetje të reja. Çdo horizont që arrim na tregon horizonte të reja për tej. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo është pika. Ndoshta universi nuk është dizajnuar për të kuptuar plotësisht. Ndoshta ai është dizajnuar për të eksploruar përgjithmonë. Ndoshta misteri nuk është një problem për të zgjidhur, por një dhuratë për të shijuar. Sepse imagjinoni një moment një univers ku e dinim gjithçka. Ku çdo pyetje kishte një përgjigje, ku nuk kishte asgjë të re për të zbuduar. A do të ishte ai një univers ku do të donit të jetonit? Apo do të ishte i mërzitshëm, i zbrazët,
pa kuptim. Ndoshta fakti që ka gjithmonë më shumë për të mësuar, që ka gjithmonë një anë e fshehur, është ajo që e bën jetën të vlefshme, që na jep qëllim, që na bën të ndjehemi të gjallë. Dhe kur qëndroni jashtë sonte dhe shikoni hënën, atë fytyrë të njohur që njerëzimi ka shikuar për mijëra gjenerata, kujtoni se pasaj ka një botë që askush nga ne nuk e ka parë kurrë me sytë e lirë. Një botë që pret. Një botë plot me sekrete që do të na duhen shekuj për t'i zbuluar. Por kujtoni gjithashtu se e njëjta gjë është e vërtet për gjithçka tjetër. Çdo person që takoni ka një anë të fshehur. Mendime, ëndra, frikra që nuk I shihni kurrë. Çdo vend ka histori të fshehura. Çdo moment ka thellësi që nuk I kuptojmë plotësisht. Universi është I mbushur me anë të fshehura. Dhe kjo është e bukura, sepse do të thotë se ka gjithmonë më shumë për të zbuluar, gjithmonë më shumë për të mësuar, gjithmonë më shumë për të habitur. Pra ndoshta pyetja e vërtet nuk është çfarë po fsheh NASA në anën e errët të hënës. Ndoshta pyetja e vërtet është çfarë do të zbulojmë ne kur më në fund shkojmë atje. Dhe përgjigjja është ne nuk e dim. Dhe kjo është pikërisht arsyeja pse duhet të shkojmë, sepse në fund nuk janë përgjigjet që na bëjnë njerëzor. Janë pyetjet. Nuk është njohuriaja që na përcakton, është kurioziteti. Nuk është destinacioni që ka rëndësi, është udhëtimi. Dhe udhëtimi ynë nga shpellat në qytete, nga toka në det në ajër në hapësirë, nga toka në hën në Mars në yje, sapo ka filluar. Ana e fshehur po pret, dhe ne jemi gati më në fund ta zbulojmë atë. Jo sepse duhet, por sepse nuk mund të mos e bëjmë. Sepse të jesh njeri do të thotë të pyesësh, të eksplorosh, të kërkosh atë që është përtej horizontit. Dhe ka gjithmonë një horizont tjetër. Gjithmonë.